Gjatë periudhës 2022-2024, qeveria Rama ka shkelur çdo kufi ligjor të prokurimeve dhe koncesioneve publike, duke zhvilluar në fshehtësi 220 tender dhe kontrata koncesionare me vlerë mbi 180 milion euro, të cilat nuk janë publikuar as në faqet zyrtare të institucioneve përkatëse, as në buletinin e prokurimeve publike. Këto janë prokurime të paligjshme, jashtë çdo planifikimi buxhetor dhe strategjie zhvillimi, të përdorura për të shlyer klient të qeverisë përmes qokave shumëvjeçare, të maskuara si shërbime emergjente apo mirëmbajtje objektesh publike. Raporti i auditimit të Ministrisë së Financave që detajon këtë skandal është bllokuar për publikim me urdhër të kryeministrit Edi Rama, sepse ky raport do të trondiste jo vetëm opinionin publik shqiptar, por edhe Komisionin Evropian, pasi përmban shkelje të rënda në një nga 4 kapitujt më të rëndësishëm të negociatave me BE-n, prokurimet publike dhe transparencat financiare. 7 ministri përfshirë arsimin, shëndetësinë, bujqësinë, infrastrukturën, kulturën, mjedisin dhe Ministrinë e Sipërmarrjes, si dhe bashkitë më të mëdha të vendit, Tirana, Durrësi, Elbasani, Fieri, Korça dhe Vlora, kanë zhvilluar në fshehtësi të plot kontrata 4 deri në 5 vjeçare për shërbime që ose janë të mbivendosura me kontrata ekzistuese, ose janë dhënë për objekte e impiante që nuk funksionojnë, ose janë kryer vetëm në letra me raporte mbikëqyrëse fiktive. Në 97 raste janë dhënë fonde për mirëmbajtje spitalesh, shkollash, rrugësh, portesh, impiantesh uji apo përpunimi mbetjesh, ndërkohë që të njëjtat objekte janë në kontrata aktive nga tender të mëparshëm. Pra fondet janë përdorur paralelisht për të njëjtin objekt në të njëjtën kohë nga 2 kompani të ndryshme. Këto nuk janë thjesht shkelje administrative, janë vjedhje të pastra me dieni të plotë të krerëve të institucioneve dhe me miratimin e heshtur politik nga vetë kryeministri. Agjencia e Prokurimeve Publike APP ka qenë palë bashkëpunuese në këtë skemë. Ajo ka pranuar dhe certifikuar procedura prokurimi jashtë sistemit me dokumentacion të paplot, të padeklaruara dhe me kompani të lidhura drejt për drejt me pushtetin lokal apo qendror. Vlera totale 180 milion euro është mbi tavanin buxhetor vjetor të institucioneve përkatëse. Pra fondet janë përdorur jashtë miratimit të kuvendit, duke konsumuar shkelje të drejt për drejt të ligjit për buxhetin dhe kodin penal për shpërdorimin e fondeve publike. Dhe nëse këto janë bërë me firmat e ministrave dhe kryebashkiakëve, kryefirma është vetë ajo e Edi Ramës, sepse nuk ekziston praktikë buxhetore në Shqipëri që të kalojë 1 euro jashtë vullnetit të kryeministrit. Këto tendere koncesione janë lehtësisht të gjurmueshme, janë të padeklaruara, por ekzistojnë me dokumente të brendshme, janë firmosur nga zyrtar konkret, kanë përfituar kompani të caktuara dhe fondet janë lëvruar nga thesari i shtetit. SPAK ka në dorë një dosje të plotë dhe një raport zyrtar të auditit, por asnjë hetim nuk është hapur dhe kjo ndodh për të njëjtën arsye që ndodhin të gjitha heshtjet. Këto janë tenderet e Ramës, jo të ndonjë drejtori anonim.